Zoti prokuror i përgjithshëm, deklarata juaj në maj të 2022 në Komisionin e Ligjeve, në fakt, ishte sikur shteti hiqte dorë. Dhe unë dua t'ju citoj atë që keni thënë. Ka një shqetësim të madh për mungesën e hetimit dhe kontrollit për investimet të dyshimta në ndërtim, duke ju referuar kullave në Tiranë. Sipas jush, prokuroria më e madhe në vend, Tirana, ka 7 prokurorë në seksionin e pastrimit parave që nuk bëjnë asgjë. Ndërkohë që në gjykimin ton kjo është përkeqësuar në vite. Në Tiranë janë dhënë 1.9 milion metra katror leje ndërtimi, që është një shifër e jashtëzakonshme, e papërballueshme për sektorin bankar, e papërballueshme për asnjë kompani. Në raportin e SPAK-ut të 2023-shit thuaj që sot grupet kriminale po përdorin hapësirën ligjore për të pastruar para, që do të thotë po përdorin ndërtimin, po përdorin koncesionet, po përdorin partneritetin publik-privat. Dhe pyetja ime ishte shumë e drejtë për drejtë për ju. Sot ka kompani që marrin leje ndërtimi për kulla 200 milion euro me zero bilanc. A ka ndonjë hapësirë ligjore që ne mund ndryshojmë? Çfarë mund të bëhet për të stopuar, për të ndaluar këtë që po ndodh me ndërtimin në qytetin e Tiranës, por edhe më gjerë? Sepse që të ngrem duar dhe të themi është e pamundur, për mua nuk është përgjigje mjaftueshme. Sot pastrimi i parave, korrupsioni, krimi organizuar, që kanë krijuar një qark të mbyllur, kanë ulur vlerën e euros me 30%. Dhe kjo është një këmban alarmi për ekonominë shqiptare. Prandaj pyetja që kisha ishte me të vërtetë edhe në sensin pozitiv. Çfarë mund të bëjmë? A mund të propozojmë ligje të cilët mund të ndalojnë kompanitë që nuk kanë eksperiencë ndërtim, që kanë kapital zero që të marrin leje ndërtimi? A mundet që të fillojmë dhe të krijojmë një qark të mbyllur se ku shkojnë parat? Nga vijnë parat që shkojnë në ndërtim në Tiranë? Sepse mbas 4 vitesh, 5 vitesh të asaj deklarate, në fakt 3 vitesh të asaj deklarate, situata sot është akoma edhe më keq. Dhe unë nuk besoj që mora përgjigje për pyetjen që ju ngrita. Shifrat që ju jepni janë statistika. Ju mund të mendoni që mund të ketë ecur mirë, që mund të keni bërë mirë. Por sot kriza që ka ekonomia shqiptare është pastrimi i parave në ndërtim. Faleminderit.